Sidomos e të mërshme, sidomos unë, do me thonë, as nuk isha në qiell as në tokë. Edhe presioni madh dhe pasimin e fundit, do me thonë, kishke edhe 1/200 sekonda. Pasimi i fundit, do me thonë, portieri çaq i më kanë emocionalisht ke trupi i këpot, nuk mujt as me perceptu, për shembull, se aty është ofër zonës ku mujt me dal pa probleme kop, dhe mos me rreziku. Por nuk mujta me perceptu tope mirë, kom në vit gollit, edhe veç u loqa inshallah si e ka. Bon gongi na foka e mbrojtëm edhe nuk desh me as ka me shku tani pikëzimi, çaq festë e madhe dhe e kena përjetu maksimalisht. Një për elementeve shumë të rëndësishme është edhe portieri, edhe në këtë ndeshje ke pas disa pritje prej lojës që kanë përcjell, disa pritje të jashtëzakonshme në këtë sfidë. Sa është vështirë me qenë portier futsal, janë goditjet e forta, është afërsia, ka shumë teknik, edhe pse goli duket i vogël. I vogël, po është puna që ndoshta në minutë të vjen 7-8 herë në rast që do me thonë ti mund me bo pritje. Për 1 minutë do të mund me prit 7-8 raste. Do me thonë futbolli i vogël për nga rrezikshmëria te portieri është me futbollin e madh, ndoshta më thonë pa problem 80% më rrezik në futboll të vogël se në futboll të madh. Do me thonë portieri gjysa e ekipës. Po dhe, e vërtet. Do me thonë me Novovremjen 6-7 të përfundu loja, po u konë statistikat 47 me 36 ata shqibje shuta tentimen në port. Do me thonë para mene 40 minuta 47 tentime i kam pas.